Kryetari i grupit parlamentar të PD Gazmend Bardhi në seancën e sotme parlamentare është shprehur kundër ndryshimeve në rregulloren e kuvendit, duke e cilësuar atë një shkelje të hapur të kushtetutës. Bardhi gjithashtu kritikoi mënyrën e zhvillimit të seancës, duke kërkuar që fillimisht të dëgjohet propozuesi dhe më pas të hapet debati parlamentar. Më tej ai ironizoi dhe vendimin për ngritjen e një komisioni të posaçëm, teksa tha: "S'kemi ku ta çojmë xhafën dhe po miratojmë një komision të posaçëm që do na bëhet superkomision. Kemi miratuar një vendim për ndryshimet në rregulloren e kuvendit në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, kuvendi me kërkesë të Këshillit të Ministrave ose e kërkesës së 1/5 së të gjithë deputetëve mund të miratojë një projekt ligj me procedurë të përshpejtuar, por jo më parë se një javë nga fillimi i procedurës së shqyrtimit. Ajo që ju po tentoni të bëni sot, a thua se Shqipëria është në gjendje lufte, është në shkelje të kushtetutës, po ndiqni një procedurë të parregulluar të kuvendit. Ne duhet të dëgjojmë fillimisht propozuesin e këtyre ndryshimeve dhe më pas të hapim debatin parlamentar. S'kemi ku ta çojmë xhafën dhe po miratojmë një komision të posaçëm që do na bëhet superkomisioni", tha Bardhi.